Përshëndetje gjithë shikuesve të radio televizionit Nisënie, shikuesve të emisionit Një Kafe me Labe. E bukur është edhe kjo natë, e veçantë edhe për mu, por edhe për secilin prej juve që jeni pjesë të emisionit Një Kafe me Labe. Nga sofra e zanave, sonte ju përshëndes për zemërsisht secilin prej juve, e di që keni pas një Ramazan të bukur, të lehtë, por edhe një bajram shumë të mirë, zbashku me familjet e juja, me njerëz fakt cilët ju i doni, i keni afër vetes. Në emër të ekipit të radio televizionit Nisënie të emisionit Një Kafe me Labin, prej Gjakovës bukur pyetëm urime bajramin e paqim, sepse edhe sonte do ta kemi fest. Fest, në fakt, me ata cilët fakt janë, pothuaj se gjatë gjithë vitit, na këndojnë me muzikën e tyre të mirëfillt. Na këndojnë për shumë atmosfera të ndryshme. Ahin që familjare, mbrëmje të shumta, koncerte të shumta, por edhe njëkohësisht sonte në Gjakovën e bukur, këtë vend mrekullueshëm, unë sonte kam fatin edhe kënaqësinë, ja kam këto momente pjesë të emisionit Një Kafe me Labin. Edi me Gentin bashkë po vinë. Përshëndetje Lopi. Është kënaqësi, respekt pafund që kam sonte. Gent, faleminderit shumë, faleminderit. Mirë se keni ardhur në Gjakovë. Mirë se erdha. Edi, ti e din fort mirë edhe ti edhe Genti, dal Genti këtar. Ju e dini fort mirë që unë zakonisht nuk e di pse sarë që është festa e bajramit, unë mësy drejt Gjakovës. Dyqysh një energji e marrë pozitive, por edhe mbi gjitha një mikpritje jashtëzakonisht madhe. Është kënaqësi pas për festa. Faleminderit që ke ardhur bashkë me stafin e mrekullueshëm të radio televizionit Nisënie, edhe shpresoj që sonte do ta kalojmë një natë shumë bukur. Edhe pse unë pini disa tinguj këtu, kështu që kisha pas shef me këtu i kong me këta dy maestrut që kemi këtu Labi, a bën as bën? Po më gjë. A bën? Çka s'ka që s'bën? A je sigurt? Ali bëjmë me kongën e vrap, pastaj hapet me muhabet vazhdojmë. Pa mundsi një akord, faleminderit. Rallë kam pagë sa bukurie, por si hana tu i ndrishu. Rallë kam pagë sa bukurie, por si hana tu i ndrishu. E gërsheta dëtë pas kanë hije, ti pëlqeva sytë shkru. E gërsheta dëtë pas kanë hije, ti pëlqeva sytë shkru. Bravo! Kam pa kësi bukurie, prej sofrën zanave për e shok krejt Gjakovën. Ska bukurie, s'ka ma bukurie ma që edhe. Edi, Gent, unë i pëtëm bënë një gati, për shka që orkestra janë mrenda, dhe di që do të fillojmë me një herë me muzikë, kështu që pëtëm shkoni ju bënë një gati. Bënë një gati, falimderit shumë, falimderit. Unë po e falenderoj Lumin edhe Taulantin, të cilët fakt janë pjesë e imja, janë pjesë e emisionit Një Kafe me Labin. Kështu që, Lumi, e di që gjatë Ramazanit kemi qenë bashkë, dhe me thonë, edhe ty dhe Taulantin nuk është që ku mundu edhe atë shumë, për shkak që kom dosht me të respektu, për shkak se edhe me agjerem. Por në anën tjetër, e di që po më duket të rridhe di që ka shku për mrekulli. Shumë mirë, shumë shpejt, letë, me atmosferë mirë, me miqtë mirë, me punë ka pak. Bravo. Taulant? Koha shumë e favërshme, ka shku shumë letë. Agjerimi ka qenë shumë i letë, gjitha perfekt. Kur jemi të bajrami, e di që jemi në ditën e tretë bajramit, kështu që ditën e parë që kalu ditën e dytë, a mujtet mi për të kur, punë të thamë? Jo, bashkrejt. Atë sa mujtëm shku mi vizitum të afëmit, që nuk i kemi pa që ko. Dita dytë ashtu një, dita tretë në punë. Po mirë. Në punë. Taulant? Dita parë, bajrami parë si i martuar, hajde sultan. Me torte, me baklava, me të sfishte. A nejti në kom. Po, sot dina në ditën e 3 sheqerin e kom mos vetë. Ngam, edhe sonte ka baklav këtu, mos haro këtu. Jënë ka di, veshin limite, i kom kalu limitet. Më të regoni pak në pika shkurta këtu, që shemani ju bajramin, kur keni qenë fëmi?
Qysh e mbani mend? Kena biletesha të reja, kemi dalë në përkyshime për Bajram. Na kam falë për Pikat të pare, që shtot Po. ka qenë edhe është halate në Gjakov, që fëmijëve gjithmonë i japin pare, Ose sheqera. ose sheqera. Kana jo, valla, po. Kana, Pare jo, po, ka një sheqer po. po, me raste. Me raste të caktume. Okej, e di që nata është e bukur dhe nata është e veçante dhe sonte Fest. ne kemi me qenë bashkë edhe këtu edhe kemi me përmbyll gjithë shkapin së bashku. E di që është orkestra mrenda, ka muzikë popullore të mirëfillt, edhe uroj edhe besoj që natën ta kanë edhe të veçantë shikuesit. E bukur është kur unë fakt vi drejt këtij vendi të bukur, këtij vendi magjik, Gjakovës, por vi me karburant furnizum prej Arja Petrol. Faleminderit që je pjesë e pandashme e rrugtimit tem, je pjesë e emisionit Një kafe mlabin. Që udhtoj me Arjen për toke, unë për hava fluturoj bashkë me Prishtina Tiketin. Faleminderit Prishtina Tiketit që je pjesë e imja, vazhdoj të udhtoj unë, por vazhdojnë edhe shqiptarët ku të qenë rreth rrotull botës të udhtojmë bashkë me Prishtina Tiketin, sepse ju e dini, biletat më të mira, më të lira, por edhe komoditeti mrenda GP Aviation është në mënyrë profesionale. Faleminderit gjithë stafit, ekipit Prishtina Tiketit, të cilët fakt janë bashkë pjesë e imja, pjesë e emisionit Një kafe mlabin. Faleminderit i thëm aromës kafes që unë vazhdoj të kem edhe sonte afër vetit. Pavin Kafe. Faleminderit kompania Tafaj, faleminderit që jeni pjesë e rrugtimit tem, jeni pjesë e emisionit Një kafe mlabin. E bukur është nata, e bukur është kur jemi në këtë ambient tek sofra e zanave që është një mrekulli edhe shihet prej këtujit e gjithë Gjakova, nuk është veç Gjakova, po edhe Gjakova me kejtë rrethinën po shihet prej këtujit, e bukur është, e veçantë është nata, por edhe një falenderim për gjithë ekipin e palodhshëm të Radio Televizionit 21. Arian, faleminderit për punën e palodhshme, Berat, Fatos, Ambi, Ekrem, Flori, faleminderit që kam pjesë të rrugtimit tam.
zonia si rufe që më goti ti monë ko da zonia si rufe që më goti ti monë ko nuk kam që të jure vej o që më ka qeton more shumë nuk kam që të jure vej o që më ka qeton more shumë që më gremi si cevda e shkre Pële që një asmo në taba që më gremi si cevda e shkre Pële që një asmo në taba Rojtja ime sa është ma shpres O në detit me lodë pakja Rojtja ime sa është ma jet O në detit me lodë pakja Arëshi ku janë dinë se vëdas E ka pas një mikë vjetë Arëshi ku janë dinë se vëdas E ka pas një mikë vjetë Si me snuni për Lejlan O jo është një punë tjetë Si me snuni për Lejlan O ajo është një punë tjetër O djali gemit dorën mageke Se mu më thone me një lule mos breke Se mu më thone me një lule mos breke Kam dalë si motër, ke dalë si thae Jem rrit me i sofer, qysh doj me o dae Jem rrit me i sofer, qysh doj me o dae Largë male shkreta Ti mje largue Nice me letra S'ke me o garue Nice me letra S'ke me o garue Laru që lalë që mojë që s'flet me goje E s'ke shpirti lalëse O s'ke moj gocë që s'me flet me goje Qysh mi dole fjallëse
E gocë do martohet, hajde në shtatore, lave vam, shive vam, pa që ku që moj belho, o moj reze djeli. Kështu moj po vazhdove, dite kur martohesh, do të rjedi qeli. Gocë do martohesh, hajde në shtatore, lave vam, shive vam, pa që ku që moj belho, o moj reze djeli. Kështu moj po vazhdove, dite kur martohesh, do të rjedi qeli. hajde, hajde, vaj, 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 mos me loj kuzia. Gocë dite në kur t'i shkon, shi u vjen ke shpia. Hajde, hajde, vaj, 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 mos me laj kusia. Mos e dite kur t'i shkon, shi u vjen ke shpia. E gocë do martohet, hajde në shtatore, lave vam, shive vam, pa që ku që moj belho, o moj reze djeli. Kështu moj po martove, dite kur martohesh, do të rjedi qeli. Gocë do martohesh, hajde në shtatore, lave vom, shive vom, pa që ku që moj belho, o moj reze djeli. Kështu moj po vazhdove, dite kur martohesh, do të rjedi qeli. Pra për ty këngën këndoj, dite lunduna, sa ti kujtoj, rinin time, hyre si engjom, kur nuk të harroj. Cila ëndër të ka kapluar, të qafim me cilin sot jeton. Nuk e dia kam gabuar, a gaboj se të dashunoj. Pra për ty këngën këndoj, pra për ty do t'jetoj, në rinin time, hyre si engjom, kur nuk të harroj. Pra për ty këngën këndoj, pra për ty do t'jetoj. Në rinin time, hyre si engjom, kur nuk të harroj. Mos me le të vetëm thegu, jeta nuk është avantur. E di mirë që më dëgjon, thegu sa s'është Pra për ty këngën këndoj, dite lunduna, sa ti kujtoj. Rinin time, hyre si engjom, kur nuk të harroj. Pra për ty këngën këndoj, pra për ty do t'jetoj, rinin time, hyre si engjom, kur nuk të harroj. Pra për ty këngën këndoj, pra për ty do t'jetoj. Rinin time, hyre si engjom, kur nuk të harroj. Se më rrin ka t'slon moj i vajz, se s'ma bon me i qare, pak nojmë shotën në
Prishtin, o sa shumë pas kalese. Ta knojmë shonten në Prishtin, o sa shumë pas kalese. Mos vono asfalt pra hajde, luje shonte luje me vale, luje shonte luje me vale, hajde Kosovare. Luje shonte luje me vale, hajde Kosovare. Gjakov du me shku, një zaman du me këllu, se kjo vajza Gjakovare, nga menja me lujti fare. Se kjo vajza Gjakovare, nga menja me lujti fare. Mos vono asfalt pra hajde, me zama ki dhune vale, o zaman zaman ku i bardhe, hajde Gjakovare. O zaman zaman ku i bardhe, hajde Gjakovare. Vati Qelabi, oh, jasha! Tiran du me shku, Nina plon me ju këllu, por si gocat nga Tirana, ma të bukra si vonona. Por si gocat nga Tirana, ma të bukra si vonona. Mos vono asfalt pra hajde, me na plon hidhone vale, kush na e kërcen na ploni, nusja bash me dhoni. Kush na e kërcen na ploni, nusja bash me dhondri. E vac një fjallë si shpetoj o prej goje, o hënan sa shumë duroj, o hënan sa shumë duroj. E unë shkumat vardha i dirishin prej goje, shoket na si të regoj, shoket na si të regoj. O jo s'kjet me gëllull kusja e Gjakoves, o në me mam të kujtojnë, o ganimete, jo s'kjet me gëllull kusja e Kosovës, ganimet moj krenaria jo. Jo s'kjet me gëllull kusja e Gjakoves, o në me mam të kujtojnë, o ganimete, jo s'kjet me gëllull kusja e Kosovës, ganimet moj krenaria jo. E u thio jetën për ideale, vdisnan moj që t'jetoj, vdisnan moj që t'jetoj. E u shënë tyra
Jemi bashk këtë ambient bukur edhe të veçantë sonte, ku mbas interpretimit gjithçka të këngës, është kënaqësi që unë me Edin jam zbashku edhe tani këto momente. Edi, është kënaqësi kur jemi bashk tek festat. Patjetër që po. Me ty o kënaqësi me qenë në emision se je shumë pozitiv. Edhe sidomos sonde që të kom në Gjakov, që e orë për Bram nuk a hera por që e ka vjen. Po ndo këtë festa dhe Bajramit e kisos mi bon Gjakov. Shumë interesante, pandemis kemi qenë bashk. Në pandemi kemi qenë. Pandemi kemi qenë bashk midis Gjakovës, dhe me thonë midis qashis vjetër, sofra midis qashis, kështu që ka qenë një emision i veçantë edhe atë kohë. Patjetër që po, se njerëz kanë pas nevojën atë kohë për një emision festiv, o konë festë e Bajramit, pandemi njerëz nuk guxojshin me dalë dhe e di që një masë madhe e njerëzve kanë shikuar atë emision. E di që karika është bosh për shkak që unë mendova që Genti, po vjen, po Genti tha e ki bolidin, unë saj për këtë muzika të këndimi jam atje, kështu që mjafton. Edi, po ndona pak tek Bajrami, mas jemi në Bajram. Qka mon mendë, me thonë? Cilin Bajram e mban mend ti që tush, valla që kërë njëni për Bajramave konë që kom shiju, ndërshta që u kur maj miri? Parë se me inë temë Bajramit, une është frizerashtin edhe me juru, fitër Bajramin krejt besimtarve muslimon, kudo që janë shqiptarët, që festojnë urime këtë fest madhe, fest të paches, edhe uroj që... Qa ka bo, Orën për Bajram. Jedi urime Bajrami. Me fat jo, Bajramin edhe ty. Me fat ju go Bajrami. Unë i morra 3 gjyla baklab, Po, hajde. 2 honë. 2 han kë, 1 haune, labi nuk han. E pse labi san? Se na hojmë për vetin Gjakov, Po. se kë është qeqerparja Gjakove. Kë nuk bën mi... Ani baklavën për gjymë të labi e bëhaj. Baklap pare. Që do t'i 5 qeqerpare. Opa, për pare dhe Gjakova dhe pare me marë. Shumit, jo edhe... Këta nuk i thojnë shëqepora, këta i thojnë Hajim Bakla. Hajimakla i thojmë. Me bë. Shqeqerparja Gjakovës, unë jem kohë shqeqerparja Gjakovës. Edhe je. Në për Gjakov, kur delsha për para, vëdim kur atë, sa theshtë në është shqeqerparja Gjakovës, të vish pekerë. A i një lyme në i sanë që të puna në zetë. Me 50. Me vojtullinit. Këtë pas ka kop pak. Gjizëm, këta të sofra e zonave... Që unë e maj, s'ka për me. Që vjesh du se dhe rrinë zetë. Po janë zonat, ku janë? Zanat që sa shku, kënë këtu. Sofra e zonave, Po sa kënë shkun? Unë e lab mora vesh që i ardhë për Bajram, me Edi Ermenin, me shokin tam. Moti, i në rritë bashkë. Edhe thash Edi Kastrati me mungu, ku është Edi Ermeni, me labin, nuk ban hish. Edi Kastrati, Edi Ermeni, te Edi Bitici. Aj, prejt të. Krejt Eda e në t'i qysh. 3 Eda i penal. Këtu e uru Bajramin Edi, t'u uru shqiptarve edhe kështë që ndërpreve. Pjurojnë Bajramin edhe ti urojo? Po, shfryzojmë rastin, po, në përmes emisionit më të mirit në botë labi, lab publikisht po të kërkoj falje që së më konë 25 vjetar tonin. Qa shi kujtu? Me baklav. U konë të marrë me baklav Bajramit. Fitër Bajrami, fest interesante, po diqysh nashta pak shqetsu se lab. Pse? Për faktin që po ikin njerëz prej festave. Do më thonë, nashta janë 2 Bajrama krejt, Fitër Bajrami, Kurban Bajrami, që dikur jënë konë shumë të rëndësishme për sofrën. Patjetër. Sofra është ajo që ka lidhë njerëzimin e ka majtë bashkë. S'pako në sofrën taku antarë të familjes. Patjetër. Në taku në mëngjes, në drek edhe një darë. Pas që në taku antarë të familjes edhe në ardhë mësafert, jena shku, jena ardhë, labi e majnë manë dhe unë si të mi me baben, me aqë të mi dishim do më thonë komplet. Përveç që shku me mëngjes në gjami mi falë Bajrami, mas të e kemi na det Gjakov me shku të Varezat, mas Varezave më këthy me shku të Si lojtë ceremonie, si po. Të dajtë, Tash, të po më familjarë. shqetëson që po ikin njerëz. Po, ku jenë? Ik se musafir. Ku jenë deti? Po, ku jenë deti? Deti. Si ajo oferta që konë pritë 28 nëntorin Stamol. Ajo konë oferta... Ose tash në Greqimi për i. Po, në Greqi. Kështu që nuk e di, është mirë nashta me kontribu pakës, për generatat e reja mës mu pjekë që ja ikne me ik, pe ikim për musafirve, pe ikim për njerëzve, s'pa ku 2 herë në vjetë mu taku me njerëz të rrethit, Bash.
bile, tash është nota 3 e Bajramit, edhe pëmënej që gjithë ata që nuk kanë fol me një vlla, me një motër, me një kujshi, me një po uroj që bile i shodaj në ndreq, që me pas rast, që në Bajramin tjetër, në kurban Bajramin, me prit bashk, adi ta bojmë si form apeli, me mujtë me anullu që të iknet, që të dalnet. Adi mu këthy pakës dashnia se definitivisht është hup njerëzimi, është hup gjithë shka. Për shembull, më kujtohet për para, si të mikoj në konë, nuk o që kom shumë vjetë, po edhe pak jo, do më kom dishka për vjetëve. U konë knaqësi diqysh mi vesh teshat e reja, mi prit. Mi mojt të astyki gjithë në. Teshat e Bajramit. Gjithmonë, dzaj këtë akstratin me ne konë më halë. Na falshin pare. Po, na falshin pare. Po, lezet, ku tim lesin pare, gjithë natën s'leshim sa pare kena bu dhe me pikzimit. Që shumë të kone jo? Edhe konë një arsytim me s'morrej me ne konë më halë, jo me teshat Bajramit. Shijem nes. Ja, vë të më thonë që u konë lezet, u konë knaqësi e madhe, besom. Unë sot i shoh edhe fëmijët e vogjël, shumicën e nipat e mesat në përgjithësi, nuk e kanë mua atë lezetin, nuk është ai lezeti i festës Bajramit shukon përpara. Po gjuna që tha edhe Edi, një ma ka lezet është knaqësi me mujt në bashkë të apelit që e boni edhe Edi, që me mujt bile që të dy festa që i kemi, festën e Bajramit, fitër Bajramit edhe kurban Bajramit, me mujt më mbledh më shumë. Këto që na i përkasim, se është janë edhe Krishtlindjet për shembull. Patjetër. Edhe Pashkët, që në festat tonat përbashkët të shqiptarëve, po na në këtë rast jemi të folë për Bajramin, kështu që për mos më keq kuptu. Jo, patjetër, për festën e Bajramit kem do. Thjesht me mujt me ju kthy pakës traditave të cilat i kanë mbledh familjet, i kanë mbledh sofrat, i kanë mbledh për shembull dreka Bajramit. Tash dreka Bajramit kakaleca në plazh, a din. Si ai shok jam i Drenicës që ka thonë ushqimi preferun i detit flija në plazh. Po du mund dalë të gëdyt edhe as ma tepër të rëndësia e Bajramit të tregu, dhe me thonë që e ka pas një pesh, ka pas një rëndësia, ka edhe sot, po faktikisht nuk po festohet edhe as sa duhet. Po për juve dyve, në një historit veçantë se e mbani për marrë shembull që ndani edhe keni kujtesën e juj gjithmonë, qoftë e mirë, apo qoftë ndoshta edhe dhimbshme që është. Historit Bajramit. Vizgzim kena, në juvnim s'kena pas për Bajram. Historia është e njëjtë të gjenerata tona, labi, se që aty gati jemi me gjenerata të rëtë. Lezeti u konë, dhe më thonë, 3-4 ditë, 5 ditë për para, mu bu gati, u pastro ke shpia, edhe pse u konë e pastrune, hishin edhe herë mama tona, dhe mi pastru shpi, mi bu pas se vitë musafer, mu bu baklava, në gjakuve kena pas për Bajram, zakonisht taven me kep, që u konë tava me kep, Vikera kep këtë malës. Dhe po thamë original që shudë doshë, që shudë ajo. Këtë krusha malë, krusha vogël është kërë. Fikep. Kep atë. Edhe mu bo baklava, mu bo të spyshtja ose shëshërpore, mu bo mëlsinat gati, me shku me dalë me bletesha në për Bajram. I bleshim ato tesha, i mojshim të kryt labi qdia, a ki pas edhe ti kitë përjetim. Së gjithë natën s'leshim tesha të reja, kena me vesh ne, si ti zhlyshim pak, me fshi atë që i ki zhlymë, që e ka pas, u konë lezet, me dalë me shku në për akrabore, për i lake, të falqin pare. Kjo konë pika marë Kjo konë nësishme. Sa pare kina bo, kanë herë i shtoj shonë dhe do të mija, që i rryshve dhe me konë po parë ma shumë se ju, unë frynë për ma halë. Që kjo, unë me lejë që kjo konë lezeti, i gjeneratave që në kuna matë vëgjës, më thonë për fëmi, u konë lezet. Tek ju dëtë, ashtrohet sofra e Bajramit edhe a e hani krejt familja bashkë të unë hala po. Të unë hala po. Edhe të unë po. Babën e kom gjallë hala, fatmirësisht edhe nuk lendë më thonë dreken e ka në ora 2, me ongër dreken, për çdo ditë, po edhe për Bajram pa tjetër që po, shtrohet sofra. Unë tentoj, fëmijëve të me ju instalu që të lloj s'pëti tash a me qujtë tradit, a me qujtë, normalisht, është edhe tradit, edhe është fest, tentoj me instalu edhe me falë edhe pare, edhe me bleteshat reja, dhe më thonë, tentoj me rigeneru, me përcjell. Me rritat lezet. Po, edhe fëmijët e me e dojnë si fest, se dy që kanë me marë pare, po, me të thonë drejten, labi, vete ma heret, po të mu lidhë që aty, na i Bajram, për shembull, na i diçka që e majmë në manë, si përveç krejt me gzim që kanë qenë, kuptohet që kur i kena hupë për shembull njerëz të mirë, njerëz të familjes, se unë në këtë rast bashkë me Edin edhe nonat i kena pas shoqe, të ndjera dyja tash, nashta Bajrami ma i keqi u konë i viti 2015,
bajrami ma i pari që e kom pas Për ty. për mu e për Edin pak ma herët. Do më thonë, si bajrami i parë, nashta pa me gjatë mas humbjes nonës, po, edhe ajo kone pa përbalushme, do më thonë. E dim që nashta normalisht, kur i hupim njerëz tonë, familjes, na gjithmonë i kemi në kujtesa, gjithmonë i kemi në mendje, por festat janë ato cilat grynë pak e s'ma tepër. Nashta që ajo konë bajrami që nuk harrohet asnjëherë. Edi? është vërtet që më thotë edhe njëtën dhimbje, si Edi që e ka për nërën e vetë dhe unë e kom gjithmonë, jo vetëm baramin e parë, por çdo baram ose çdo festë ose çdo gëzim që e kemi në shtëpi, mu film shkon mendja te ndjera, edhe për çatana mas xhamis ose mas teçës që shkojmë në teçë e falim baramin njëjtë është, na shkojmë te Varrezat. Njerëz të, domethënë Çtone nuk mujmë. Të parë insan që e bëj është me shku te Vorrinanës, pastaj kthehem te njerëz të afërt, te motrat, te aq, te dojt e tjerë për më bë baram. Pse Edi nuk mundesh me shku te Varreza? Nuk muj lab se jam i nishëm shumë, nuk muj me shku te Varrezat. Shkoj ditëve kështu, po nuk muj me shku për faktin se prap se prap, jeta vazhdon, edhe bajrami është një fest, edhe nuk është një përkujtimore, na muj me përkujtu gjatë gjithë vitit, po nuk kam emocion, nuk muj me më rri dhe atje. Nashta nisna, po nuk më rri. Nuk shkoj të të ka, po. Edi e ka vajzën akoma të vogël. Djemt tu janë rrit ma shumë. A dalin djemt si ti që ki dalë për para Po për i marrë me bajram? veti, po ka do që shkoj. Jo, A me dalë shumë e lypë shumë shëshira? Po shëshira. dalin, e bile, po dalin, bile, kur kanë qenë ma të vëgjel, nuk e dishin që ka buhet. Në ardhen, Nxetë se kia. falshon, a? Jo, atë shunim ka A do me ta shqit që t'ka rrik? A do me ndru që t'ka rrik, ma jep edhe i godhë 3. Une, kur kanë qenë ma të vëgjel, në ardhen në shpe, do fmi shtu me fat, edhe ata s'dishin që ka ndodhë. Edhe unë shpejti bona kohët, e tash dilni me këta bashkë, lypni shëshira në për mahall, farë gëzimi o knaqen. E tash gjithmonë ma përmendin kur këna me dalë. A din kur vjen bajrami, po tash në lagjen ku jam nuk ka qasi lloj fëmi ceremoni edhe nuk ju ndalë. U hub shumë tradita. Që kjo pjesë e Jo në Ndurs tash në Tiranë me prindë. është pjesë e traditës na, domethënë gjithmonë në piqe e majme në mando kuan që kjo tradit ka nisë më hub shumë. Për para bike zilja, e dishim që marrë me lypë shiqera. Si me thonë, tash të i mos zilja s'pe bjem. Une për e përjetoj që sa herë dhe me tonë edhe këtë vit dhe me tonë njëti ras dhe me tonë për më do për e përjetoj për shkak që edhe mu shtati ka po vojza edhe një farbyre për e din qka është ceremonin e bajrami qështë është të krejt komplet dhe edhe Ramazanin e ka këpru kur dhe i zën drita që duhet me bojptar, po në fakt, mu po mlem për shtypjes që akoma të na fëmija e lagjes dhe me tonë dalin kështu. Janë disa lagje që janë ma të vjetra për shumë, që s'kanë lëviz banor, po. Shumë interesant është po, lagje vjetër dhe me tonë jam në qytetin e 5, edhe i merë i tirë qikat e tezës për shemull dajes, e thëtë unë jem dali ko mu shkesën për bajram dhe me tonë, mi tërgu me shëqera. Një ka që une për shemull, gjdo herë që edhe tashën që të bajramin para 2 ditëve, dhe më thonë që kom kesën, gjithmonë e blej një kesën me shëqera për fëmi. Edhe gzona kur i shoh. Adin kur i shoh që erdhen, po e kemi pas edhe përveç shëqera me përzi pakës edhe me nej pare të hekrit. Adin që dhe me kujt i bjen pare, di kuj bjen shëqer. Interesant. Tek pjesa prap tek bajrami, zakonisht dhe më tonë ditën e kemi shfrytzu se cili tek ta përmet, po zakonisht mbrami kemi gjithmonë e kemi shiju në për mbramiet ndryshme. Ajo nuk na ka hupë, edhe së dhe kësë ditë dhe më tonë organizimet jonë. Po e ma shemull që jeti diri sa në fakt është aty, është gjdo në natë dhe më tonë për festa veç është Na kemë në pej, do më thonë për këtë baram, kemë në pej, po. Kur të nënë për bajrami qëtë në dysh, si agregati që atë, 0-1 dysh. E ka zonin e bajramit e ka veç. Veç e kom, Ato arun, dyën Nailona. Pa do, Edi për bajram ka knu në pej, unë për bajram Gjakob. Po dhe, në drëm. Në drëm. Pa labi edhe peja dhe Gjakova kanë shumë ljusmërime zvetë. Shumë ekstrem ka, shëshni edhe mitësi. Edhe shëshni edhe shumë, shëshe. Edhe unë kur shkojmë pëjmë do këtë vetja si në Gjakova, dhe ata kur vinë këtu njëti në busë, Këta da është atë, me tënë, po, Edi që që për jetën mbrëmjet e festave? Ne, se tash kina fillu pakës mu vjetru, mu plakës, për thamë se të në gjeni natë,
Po zakonisht edhe organizojmë vetë, shumë shpesh kena organizu, po tash që Po e vjetë di, e fundit, e di dhe më thonë. gjithmonë Bajram Party, kjo është fare interesant, Bajram Party. Mirë bre lap, sidomos mas përfundimit të mujt Ramazanit, që me nëzipret njeri pakës, tutut me hongër, a mësë është Ramazan. Mirë, zakonisht tu dalë, shtu tu prej notës parë, dhe në pestën, pa në lesh. Po e garë se jo. 4 e kanë, e 5 është e Po grave. edhe 2 na i zgasim. Dita grave, është e 5 dita grave. Barami vogël i ka 4. Barami madh 5. Për shembull kësi Po e kështu ta e më gabim. gratë e kanë veç, i kanë edhe ditën e martë, i kanë këtë drejtat e barabarta. Jo po matë mdoja se kona. Zakonisht një herë jëmë konë me një organizim kështu për shembull si Edi që madin me tavolina me kështu edhe e majnë me edhe ato. Mu pa duk shumë interesant, po se di pse sirë dhe ashtash në pej. Në hatë se vjen herën tjetër. Bajramin Marë vjen me mu Kurban Bajram. me zrejmë. Soni i dytë. Po, me Ose zrejmë. i treti, se i dyti o Genti. Genti është i dyti, ti i treti. Unë i treti. Okej. Prej, jo vetëm Bajrami, po përgjithësi tek festat e di. Sa është e vështirë për ty, për ma shambull, me bu komplet transformimin e kongve. Mi përzgjedh kong, për mi këndu, për shkak se nuk është edhe për fest Bajramit, nuk është për fest vitit të ri, për Krishtlindje, që duhet me janis dhe më thonë kong të njëjta, po duhet Ndryshon pak repertori të darsma edhe të organizimet festive. Dhe më thonë, këto shkajnë festive, festa Bajramit, 28 nëndori, pavarësia Kosovës, Shabëdionet ashtë Shën Valentini, Krishtlindjet, këto festat, këto janë me repertor pak pa ndryshë, se nuk ka darsëm. Këto darsëm e ki dyqysh pak senet jenë me limite, kështu se aty e je ma i shlirë, kënon shka të dush, e kanë bendin kong të vjetra, që njerëz dalin edhe mu knaqë, jenë dyqysh ma shlirë. Adi se në darsëm, se cili e monë vetën pak ma adi, kështu se në për festa e kemi hapsin ma tepër me këtu kong qefit, përveç kongve gjalla. A në darsëm, do më thonë, fillon pak me një kong 2, masë duhet filmi kallë, që s'bën ndryshë. A mundesh me nda festat, cila ma e mira? 28 nëndore e festa ma mira. 28 nëndore. 28 nëndore na, sidomos pjesa Kosovës, hala e kemi pak ma pik dopt. Sidomos Gjakova. Sidomos edhe Gjakova, po përgjithsi, kretë Kosova 28 nëndore e kemi dyqysh të ashtisin, nuk ka pjeka jo. Nashta me gjeneratat e reja dikur, pavarësia Kosovës si fest, shkon pak ma nert. Po me thonë drejten, 28 nëndori, ku do që të vën, a di pëse, se lidhet me nëndor, lidhet me festat e fund vitit, edhe vinë, edhe gërbet qartë, edhe kretë, edhe buhet një farë organizimi shumë e mirë. E pavarësia Kosovës mas pore po 14 shkurti. Ta është gjysa bëdojnë të 14 shkurti, gjysa të pavarësia. Kështu se pak të zbehet organizimi i festës pavarësisë Kosovës. Që tha jedi po është, beso edhe në ditë për shkojnë për presin Stamolle, pavarësinë e Kosovës. Pavarësia, u kone oferta shumë interesante, pritë 28 nëntori në Stamolle. Për kuj 28 nëntori? Ani në shko lidhje, lëzot, mi pritë atje mi ka të zua të një që në nërë mi festu festën tonë këtu. E shu që 28 nëndori, labe 28 nëndori është ala fest pak ma e fort, shu si organizim. Ede? Definitivisht 28 nëntori është festa që nuk ndroj me kur gjuhë, do më thonë nashta, jo nashta, po ma shumë se viti rije, se krejt, do më thonë. Festohet jashtëzakonisht shumë, sidomos të nanë, qytetit prej mëngjesit, për këtë kafiqat. Tu kemi vujt në për 28 nëndorin, Gjakova ka vujt shumë. Së pëthëm që se ka vujt këtë Kosovë. Na kanë hi. Sidomos na e kena vujt shumë se edhe na, edhe me konë shumë lidhen se dhe na ka kome dhe radiotelevizorin e Shqipënisë. Me antenë thjesht, një duke më djekë, me najtë në kull. Po një antari familjes, në kull me ka prit ditin e këtë. Ka leo bik të janë. Jemi rrit me qatë kulturë, do më thonë radiotelevizorin e Shqipënisë, shu që edhe 28 nëndorin, unë e maj manë gjyshin tam, kur të filleke të vëshëja, hymni flamurit, duke më në mu që këtë shpia në kom. Zguzë ke kush më ullë piti, dhe sa përfundoj ke hymni flamurit. Dhe në atë ku. Atër ku përfundoj ke ullë shumë tonë. Më thonë e kena pasi... Imi rritë që shutë. Bërshtoa kemi 28 që ne kemi ma pik dopt. E kemi pik dopt. A që shutë aja? Valaj po. Edhe une personalisht nuk nalna dhe të për cilë edhe të fmit e me edhe mundona mi instalu në kry që 28 tash plus edhe plus shqyqyr zotit edhe shtatamaj që ne kemi. Shqyqyr zotit, njëna bo 2 shtete. Që edhe shtatamaj që është festë të madhe, për ne kuptohet se kemi vujtë shumë.
Po dojnë mi mshelta, a? Ja, tek sofra Jo, e zana me sonte kemi, dhe më tonë, deri në mëngjes nëse dojmë me jona, është komplet. Lab, tash, pasi që jemi në Fitër Bajram, edhe jemi të folë për Bajramin, edhe nga mledhë të i puna dhe baklavë për Bajram, këto mërni me veti. Dy i pas ke pjek ma shumë, një pas ke pjek ma të Po, njona ke pak ma e lyne me 50. Një diçka që po më shqetëson, edhe që nashta e kësha ndo me jube këtu dhe me publikun, për shembull, qëllimi i Fitër Bajramit e dim shumë mirë që është me jap ndihma, me jap parë, me jap vitra për para thoshin. Po mu diçka që po më shqetëson shumë është ekspozimi që në t'japneve. E për Facebook-ën, e për rrjetet sociale. Po me aq takat sa kom, me aq forcë sa kom, kisha bu apel që mos t'ekspozohen shumë këta njerëz që po japin. Po më shqetëson që këtë fakt, Lab, se diqysh, këtë jetën kanë jap njerëzit, kanë jap. Gjithmonë. Po nuk është konë tradit me kallëzu njerën që po jap një kesë në diçka. Atim poroj që pash edhe raste, edhe të këti Bajramit, pash raste, pash në Facebook, pash u jap kjo, u jap. Unë e kuptoj që bamirësat japin për faktin se dikush mi pa, mi ndimu edhe ata. Mirë po, nuk ka nevoj mu publiku. Nëse unë kam nevoj ti me më pa, për me më ndimu me jap dikuj, unë ta të regoj veç ty. Se di, nashta dikush mundet me më korrigju për ka. Jo, ka, unë e falabi, po du mund të lidhë, së falem se të ndërprejve, janë disa, shamull që mirën me mbledhjen e pareve publiket njerëzve që japin. Nashta i du të mi bo transparente. Po e bën të ata që kanë japë. Po tash ti unë qësë unë japi dzepi tam shka kom nevoj me qitë Facebook me të kalëgju ty që unë i një mova jeti. Edhe unë jam njëri prej atyve, mos të tregosh shumën, t'lutna, mos të tregosh ka po jep. Po del një farmyre të regoj që po e japa, se ndoshta prej neve, sensibilizimi është shumë i madh, ti e din fort mirë. Dhe me thonë çfarë ndikimi kite si aktor, çfarë ndikimi ka Edi si këngëtar, apo kupton dhe me thonë çfarë ndikimi unë kam si prezantues. E kjo që ajo është ndoshta e bukur që duhet me dalë, me thonë dëgjam, është një shoqat, është një familje që ka nevojë, po unë ndihmova, shko ndihmo edhe ti. Po ju me ndihmu me shuma, me treguën e jepa që ka që e puna kaqa. E të kupton me thonë, unë njeri mundet me dhurë gjithçka. Shuma nuk e përcakton madhësinë e shpirtit që ka një edhe të zemrës. Nashta dikuj me një fjalë të mirë, me një buzëqeshje, i jep ma tepër se mi ajo 500.000 euro. Ose nashta dikuj qëtë shumë dëmë i bënë, nëse ti e qëtë një foto, jo ti, po foli, e qëtë një foto që një familje se ja ka qu një thes me milë, për shambull, so që nashta gjinohi është maj madhë se se vapin këtë rast. Unë e prapë se prapë menoj që është shumë ma mirë që këto mos më bo publike, se njerëzit mujnë më thynë këtë rast, edhe mundet më bo shumë dëmë të madhë. Mundet njerëz mos më pajtu me mu, po unë personalisht mu po më pengon kur po qesin që njeri viti ka 365 ditë. Edhe një familje nëse kesh një moment që ja dërgon dikush një pako, ai vitin vazhdon me pas prap me atër se di, për mu është normalisht, edhe nëse bazohemi edhe në fe, është rrepsisht e ndalume. Me tregu, që unë një mova s'ti, po da? është edhe sa ajo nuk bëhet sëva për ato, e bëhet bën për sëva. Kështu që une për këtë vit, 2026, Fitër Bajramin, e kom këtë mesazh. Ju lutëm, mos i publikoni të mirat që i bëni. Njeri mundet me bëhet mira momentin që si ti qelë sytë hapin kër e qëtë dhe sot lënë gjumë. E mira nuk ka kufi. Do më thonë, nashta dikush e jep 10 euro, po për ato janë 1 milion. Edhe aj që jep ma pak njët keq nëse dikush e jep e bën publike 100 euro që jep për shumë. Se mundet me arë dikush mas 5 ore, mi jap 1 milion edhe i qëtë këtë atjerë poshtë. Mandej mundet me arë dikush që s'ka të bëj veç më ushty me këta. Mandej mos s'ka të mirësi. Aty ka sfida, ka shty gara, disa. Kush jepi ma shumë. Kështu që mës t'ja mohojmë edhe atyre që kanë mundësi me ja pak, t'u kallëzu kush jep shumë.
Unë e muj me gabu, Pa. po kjo është mendim jam. Jo, mendimet. Okej, jo. Okej. Unë pejtëm shikuesit që qëndroj me ne për shkak se është koha për marketing, edhe duhet patjetër që koha marketingut, pas marketingut ne kemi më këthy, po sonte E këna një lojsh për blyse. si asnjëherë më parë, dhe më thonë, në kuadrët e emisionit një kafe me Një kafe me edat sonte. Po, këta të është me thonë për shkak se Edi përball Edit. Për herën e parë, dhe më thonë pa labin. Dhe më thonë e kanë një 10 minutë, dhe më thonë Edi përball Edit. Dhe më thonë me njëre pas marketingut, edhe pas taj është dhe pjesa tjetër e muzikës dhe gjithë shka. Përse, unë e thonë, Ka dhe më nashti fjallë që komor, pi 5 orë më nashti fjallë. Ba dhe hava ko këtë ma betë këj bajt. Edi përball Edit, pas pak dhe më thonë kështë që është koha për marketing, unë po e falimderit sofra e zonave, falimderit për mikpritjen, për gjithë shka që e ka japë sonte për emisionin Një kafe me labin, respekt pa fund për ta, por duke më saruar edhe ata cilët faktikisht i kam me veti gjithmonë, Prishtina Tiket, Pavini dhe Aria Petrolin, cilët vakt janë pjesë e pandarshme imja. Marketing, pas marketingut, mos humni, Edi për Edin. Kush e nisi Prit pari? herë, prit se halo s'kam rri labi, sa ka shkon. Një ma? Po më mdohet, kështë me s'kalu në mikrofon. Gomi herë, hade se ta këshyp që kene me nisi pari, një 2-3 flisi për para, se s'dije se Shokon kjo, një. nuk di zhovist. Ajt, nëse. 3 flipa, atja nisi une. Po, me s'për në njënaj. Kush për një labja? Po s'është labja, eci. Po që to dhe kalu në Neve në la emisionin. Mirë mroma, shikus të ndëruar, këtu jemi Edi, VS Edi, e ka nderin Edi me Pytje me spec, për thot. Labi tha pytje me spec, ku di mërna pytje me spec, as me patligjon, as me Specdim, spec dim. pytje zdim, që ka thonaj medicinale, Apo me ta boj pytje, po më qyna për punin a këtu. shfaqja ma dështune cila u kom për ty? Ose ma zërshma, ma spedi, ma monimshmes. Edi, ngam, nuk ka shfaqe dështune. Ka shfaqe pak ma dopt dhe pak ma të mirë. Qa ashtu? Gjdo shfaqe është një punë prej një muje gjysë dhe në 3 ka raste që kena punu edhe një farë shfaqe fluturimi, kur sa rëje, një rëmuni. Ma zërshme që shme thonë. Po, ato e kena punu 7 muj. Isha. Edhe ka qenë zhanri absurd. Edhe ajo nashta mundet mu cilësu si shfaqe super e mirë, po me më thonë për ku më di qëfar shmimi, si shaktuin gjatë për Edhe herë mi bo. As një herë. Që kjo ke me speca? Po, e ma mira? A ndjekës ti? Ma mira kështut? Jo, po me spesa. E, Lodi ma thot mira. me spes, na nuk di për të mes. Ne e kena spesat të Na i kena specat në meltore i blem edhe Po, specat çfarë i të blem tomel në tiren. Shërbet. Edi, ma e mira shfaqje është ajo shfaqja cilën halos e kena bo. Po. Do më thonë, Gjithmonë është na ma mira, gjithmonë që e lypim ma të miren. Pa tjetër. Punojmë, nuk nalëm kur për mi bo ma të miren. Unë e di, vish për publik e po, mu s'ki nevoj përgjigjet për kena qep mi thonë publikut se... Puna mja bo qepin labit. Ca do, po, edhe labit, po. Unë e tash për ta bëj ty një Hajde tash të ti mu po me pytje të rona. Të mirë, ja, me i spec babur për ta bëj një. Sumborg. Sumborg. Me të thonë me cilin këngëtar kur s'kishe bo duet. Unë duhet hala, faktikisht së shë kumë buna i duhet më në këngëtar kështu më dalë me klip. Për ne që se kësha bu më në këngëtar, nuk o që e kom në këngëtar që se du, po edhe me gjithë kom se kësha bu duhetin. Po, du të mi vetë, si me thonë vetën. Mi vetën jam i dalë para pasqyres. Po, sa për do këtë shkëm për mi thonë në gojë. Se unë e gjendin e kom duhetin, e kom këtë kohën bash. Po për më dash mi bu me dikon tjetër nuk e di. Bash edhe diçka për du me vetë. Po pa tjetër. Unë personalisht kom mendim temin, po për du me ditë mendimin tonë. A friksohesh, Edi, prej inteligencës artificiale? Asë njëherë krijesa njeri nuk mundet mu friksu për inteligencës artificiale as për kushkafe që është artificiale. Se që ato që nga ka dhonë zoti asë inteligencë artificiale s'ka më mujtë mi bu edhe 1 milion vjetë. Kështu që inteligencë artificiale ka rritë shumë, në pëjdim për shojmë për ditë, qashtë sa për shojmë, qashtë sa për dijim, se nështë ajo është ala ma avancune që së është publike. Po... Mund është mi ngu një kongë punune me... E kom ngu një kongë punune me inteligencë artificiale, me thonë drejtën, më ka pëlqy shumë, po ndryshë është shpirti një jetë. Ndryshë ku t'ja e për Shpirti nuk zavancohet. Nuk zavancohet më kur gjo. Unë me me qashtot. Sakt, njëtin, e kam me dhone njëtin mendim. Unë në fakt nuk për mëja s'mi ngu. Pingojnë, ashta, okej, që kanë bo, po, veç
ku piti faktin që s'ekziston, nuk është ai njerë, nuk ekziston, nuk pëm... Unë edhe film, o ku një film më të tash e ku marru emrin. Simona, me Al Pacino. Po, aje ka pas kur e ka bua kriju një aktor, aktor artificiale. Po, mandej që... Ky filmi ka... Vitet 90-ta. Bravo, 90-ta tash ti, kur ka bua ajo, tash arë vakti, mi punima. po Simonat prej ma, tash për ditë më dalë ato. Herë Sholla, Marled, Herë Sholla. Atinali për të rrita. Shongrë për bram. Valla për barëm hongra tav me oriz, me kofsha, a mo tav ju të bardh, ju tav me tomël që i thonë, si të carit. Carit me veget, Me veget, se pa karrota, e kom të nalune orizin, Po, se ka karbohidrat dhe ka sheqer, se ka fillu pakës me muluhat. Kjo sheqeri, e kom të nalune, po pinali airplane mode piqes. A piqet airplane mode për i dita? Airplane mode, për t'ja grahi... 2 vjetë barami, se s'bo ku zhu. 2 vjetë edhe jatë 20 herë tjera për ha kështu pa baram, për thëmë që shtut. E ti shahun gredi? Fa, loj edhe na ongëm ta më pa legjona. Ta më Pa legjona me Shkalove në pej? Në pej u knasha. Që shke struktura njerëzve? Ai djali që e ka qelë qatë lokalin, të ashtim, mos të bojmë edhe publicitet në ashtan. Normalisht. Taverën e ka qelë e dijin këtë peja, me thonë drejten, i ka jap një farë energjie pozitive peja, se peja një kodë gatë në adim, që e ka vujt pak mramjet festive mi bon pej, gjithmonë në arnë Gjakovo, se ta shkone fundi jënë bodi sot lokale. Lobi s'ke ato, ja? Pa Ja, s'ke lobi. Ja, më këj, thot verjet për unë e rrimë për shtinë. Lini me pej s'ka, s'ka pej e mërë. Hup në pej, më vëmë i qu. S'kan më këmë pej. Edhe, jënë bo disa lokalet mira, dhe në pej e ka njësë mu gjallnu, mu bo një farë, mu bo disa mramjet mira. E që këtë taverna është shumë e mirë, edhe një infrastrukturë është shumë e mirë për vijin, edhe në dashamirë muzikës, pe kalojmë, perfekt. Bravo, Edi. Më vjen mirë, që erdhe në Edhe emisionin. mu më vjen mirë që Ju erdhe në temin, po, emision. mo ti mërs pas na po. Ku më më pa, që labi e u I peje sërtë këj u bo me këj me na bonjeve bashka, o kamidët me t'ja marë që t'baklo me t'ja gjitë. Ju më më zga. Me t'ja pjek, edhe herë. Te vjen ai se s'di ku shkoj. O kamidët me t'ja pjek që t'baklove në qëtë të bardhen, që kom ly me 5 Hajmë baklavën, pipim kafet pa vek këtu që i kena. Nëse po të madhe, i kom qitë dishka, A i qitin lëmë i qita dishka, Se do më do me mita? jo mi mytë, mi trollab pak, A, në ata i ka. në gjumë, në Ti në alim dritat. Ha, që a dzoni, dzoni. Me s'kene a dy Gjakova, Labi ka mundësi në alim dritat, s'di shë pa ta Ullo, i hanë qëto baklava 3 atë labë. Se kom harru cila është një për ty. unë kesh dhe në radio të emisioni jëtë. A kesh unë aty asë, ka herë skete. A di që kom... Ti ke natën aty një i lenë sot ashtë. A di që kom konë të jetu mba nese kom zatet vetën në lifti dit. Po, pre. Tu dalë në punën e tu shku në shpi. Qara lapi pej, diçka pej Gjakov. Jo, kesh të thonë, unë kom... Po kem të i lavdu pe jonë, po labi lidhje me pe, për thojnë s'ka mozën, për shtin të najës, për shkon peja, për shkon. Edhe kesh të i kalzu... Ma shumë e ka vjen Gjakov, Kesh disën të i kalzu pej. edhe që kom shumë shok Deçanit. Edhe i përshëndes ka i shok të mi Deçanit. Edhe shumë shpesh i thom, shqyqyr që jeni, se më smukon ju pe jonë për ditë Gjakov rrinë. Punën që pëjtojnë më nalë dukan atë. Po më se kam një me shku në shpi. O i ta dy shikuash. Po du viç edhe një 2-3 pyetje më bo kështu. Me Masi spetsa si spetsa si tonda? u dhezët të nejat. A ma e mirë u konë Shadova Amazoni? Na jemi qenera që kena mrjedh Amazonin. Po, Shado... Mi përshëndet, vete, e mi të përshëndet vërtet. edhe Rusin që u konë pronari Amazonit. Marlab, atëherë. Që kryu ktheva? Amazon. Gjenerat, U ka atë frizerë. qkash për mi tokë, Misio s'gët ke. qkash për mi tokë, 16 djesh, 17, Qashtë të në se e pa ta njës me dalë, 16 vjeç. simpatia, sene. Më su këthefta e ku, Marlab. Labi Amazoni, Shumë mirë Amazoni mrena, Kosova u ka konë, në atë kohë, Amazoni u konë film në gjyra, për në atë kohë, s'ka pas asi sama. Edhe Shado u konë një pi lokaleve moqe. Shado u konë ma diskotek, Ma diskoteku. bile shumë nostalgji, ma kujto pa shku një dit me këshu qëfar gjendje. Rrethi. Rrethi, aty DJ, po ajo me drita. Po konë një diskotek edhe para këtëne, Makumba. Makumba. Makumba rrugës për qarë. Metroja, ka pas disko Gjakova gjithmonë, edhe në palatin e kulturës, në palat kulturës e ka pas disko në Plus. vitet e 80 anë ashta më s'kofsh në gabim. Ne në rrit me disko, Unë e labi, Ha, unë voni e shku ti në disko aty. Unë al rryma, A edhi, Ha? voni u shku kënë disko. Aj, ja ma kjo kuar disko. Kjo si ja ka nis niq me këcy, Shra me s'pes mëte. dej sa uar në Gjakovë, Emisioni unë është, nuk e këtine këtu. Falë qka dush. vla. Ngam, kjo o ka të avlim vonë. Vonë. Në atë rrugën e gatë kena këcy për marë deri në Gjakov. Para me, kjo unë ze. Rrugën, a dim se, kaldërmi kena pas Ajo kone atër por nga, ka të qani u kaldërmi kena Që pas shë më të dheri? Kujenara në Gjakov,
Pi qyteteve tjera i kanë desë kpucat traba kanë desë, ku kanë Ja, pas. ej, lap, Dhe që më ngëm, jo, për e tham, hapët është për jetën e natës edhe për kulturën, për këtë e keni pas, ama për më arë me ble monta e lëviz ka jeni arë me ble. Ku më blen peja? Jam Prishtinë këna. Ja. Jënë arë dhe Po, Prishtinë qysh kena ble, pe kena Ej, ble. okej. Fyloj me ty, dhe? Jo, faleminderit. Lap, një apel e kam për ty, hajt 3 gjylat se s'di cila kone jotja. Aty ju fali për nëjësa. Kur gjosh na. Ede, në fund, kështë. Aty ju cili ka njëzër? Prej krejt intervistave që i ke pas me mu, Po. asë njëna së është njëjta, po? Fry? Fryet. Jo, unë i kom të frynë hazë. Që unë e pimaj, familji që unë ka pas. Se jam tyrë be jam. Për këtë intervistave që kemi pas bashkë, këtë më thonë. Jo, thash, asë njëna nuk është njëjta, po? Asë njona nuk është e njëjtë. Jo, jo. Na me labin imi knaqë edhe në për Turkia, në për po qëto vitet e fundit zisha ka ndodhë, dishka. Ma ty si më konë. Ku kina me shku verë? Shqipëni. Qëto punë për Shqipëni? Felipoj. Ata tjetë piqon atje Në qenë prej këtashit, për të thamë Lakeside bashkë me, aty bashkë me mu në Lakeside, se mu kam përzi Lakeside, krejt ja, hotelin. kufi. Zëllat. Në fakt, Mediteran hotel. Mediteran, shihemi Mediteran. Po, këna mu po. Edi edhe herë, Me sa me më stil se flok të lakë. Me stil se flok të lakë. Me veti. Ej, Hajde shiju. Hajde me të mirë. Hajde. Faleminderit shumë. Edi, jemi përtu që jem pjesë të fundit të emisionit Një kafe me labin, dhe unë përdu me të falendru për zemërsisht që kem sonë të bashkë edhe bashkë me orkestrën, cilit pak do të ndëgjojmë edhe këngët e fundit cilat janë përzgjedhme, di që atmosferë do të ketë, po du me të pytë për sezonën, qështë e ki, sezonën e darshmave? E labi, na, unë e bashkë me Gentin dhe me orkestrën në Ukrajina, kemi një sezon të mirë gjithmonë, jemi që aty, dhe më thonë, me darsma punojmë shumë, faleminderit për qytetarëve që na thirrën dhe na ftojnë për darsmat e tyre dhe na mundon me bëj më të mirën me mundësitë tona që i kemi, që mi bëj vetëm me na thirra pet. Kështu që kënaqësi e madhe, faleminderit Zotit, mirë jemi edhe me shtat edhe me punë. Që kjo kënaqësi tjetër sa s'po duhem se më bëj kjo. Tek pjesa e darshmave është e ndihshme. Pjesa e darshmave është shumë e ndihshme labi se është emocion. Ka familje që s'kan bërë 30 vjet babak i darsëm. E mas 30 vjetë e martojnë djalin, është emocion për ata po, dhe na marrim me emocion. Se është përgjësi e madhe, se darsme së një thu që sëson dhe se bo mirë, hatë se nesë pra ma bojmë edhe herë darsme. Darsme është e pak thyshme, edhe është e momentit, edhe nuk në varë gjithë shka për neve, në varë edhe për musafirëve. Kështu që 50 dhe kena me musafirë, po na japim një energji shumë të madhe, dhe unë më mona gjithmonë me jap energji shumë, pozitive në darsëm, që më mujta e darsëm është ku sa ma mirë edhe me me të kujtimi bukur, për qiftin edhe për ata të pranishmit që në konën që në ndarësëm. Për pas darsmave dhe këngëve repertuari që i kje, dhe me thonë edhe shpeshere elçon në një repertuar live, keme ndu për në një videoklip, për në një këngë? Oh, mërë lavi. Se qita pak për... E metja 3 këngë studio, po ku mi gjetë një jetë tjetër më shku mi kry. Studio shumë e zëshme, për mua është shumë e zëshme. Ma ka lajt i kënoj 10 darsma panel, se që shkojmë i kënu një këngë në studio. Besom që është shumë e zëshme, po besoj që du me i përfundu, edhe mi bo me klip kismet pa tjetër që po. Pa tjetër që po edhe pse unë e pak mrapa, gjithmonë jem ato klipet me këngë në studio. Po i kom lion hazërën ato, të më prit mu. E di prej bajramave që thash, në ka ra shumë shpesh dhe me thonë me qenë bashkë edhe në për bajrama, kemi qenë në disa herë bashkë, kemi pritve, kemi festu bashkë me Një kafe me labin, bashkë me radio televizioni një stëni, po këto 2 vitet e fundit, 2 bajramat janë për ty 2 bajramat më të ëmblit të mund shumë botë. Po, për mu janë tomël. Ama qëto 2 vitet e fundit, si do mas? A 2 vitet, pa tjetër, se të shakome edhe qiken. Për ata ta, do me thonë se 2 bajramat e fundit janë. Valla labi është kënaqësi e madhe, ku përmend në për shumë intervista, s'po du me përmend apet, më bu monoton me atë pjesë, sa do pak pjesë e nishme për mu, po, inshallah kur s'ka ja folë zoti. Urojmë gjithmonë. Po, fëmija është pasunia ma madhe. është knasi shpirt në orë mërëndshme, që s'ta më lën as parja, as kur gjo qeter, që atë pjesë knasi sa ta më lën e vladi ose fëmijën ku ta shenë fëmijën tonë. Kështu që o knasi e madhe, jo mi prit vishë barami, po për çdo ditë me qelë syt me ta. E kur të dajmë ta që ka njësë për folë që për dhëtë me gjesi, kështu që besom që o knasi e madhe. Që ta tha Edi, thasë të kumë pa mati, ku më pa mërë, dashti mu, dalë me pi kafe me ta, kom. Më dhëmë pëndrojke pak jeta, pëndrojke jeta.
E di që jeta të ndron, por ty kur njetë nuk ndryshon, edhe nuk ndryshove, asë sa vitet një, dhe me thonë, je a i njëjti edhe, je a i njëjti edhe edhe ndështë për njerëzit, për rejtë, për qytetarët, për ata cilët Unë rrugët daljem i thjesht. Thjeshtësia është seni më i mi jemi pas se cili njëri. Do të më koni thjesht. Unë e kam një sant këtë që nuk i majman të ftyrat, për shumë, e harrojnë e njëri, harroj për shumë si e harroj e emni, nëse e harroj ftyrën, edhe fatkeqësisht e kom që ata për shumë po, mëmona se cili mi respektu, mëmona më koni thjesht, me komën tokë, se sado që e bën titull, bën emën, pa marë parasysh, apet njëjt jemi, njerëz jemi. Shu që edhe ai që o më i vogli du të mi respektu. Shu që edhe unë mëmona gjithmonë mi respektu tënë, më koni thjesht. Me smirit me emën. Sa jam bashkë me ty, unë kisha dashtë mi ju jep, jo me ta e veç ty një falenderem, por mi jep krejt komunitetit artistik, qytetit Gjakovës, për punën e përbashkët që e kom pas. Sepse ti edhim fort mirë, vitet e mija, 25-ta, unë kom pas fatin, edhe kom qenë njëri për njerëzve të veçantë i Smet Pejes, që në arkiven teme unë gëzoj shumë emisione, shumë intervista, shumë fotografi, ndështë bashkë me të, s'po flasë pastaj duke fillu me tjertë, me Zane, me secilin prej, me Edi Kurën, me secilin prej këtu, kështu që një respekt shumë të madhë për secilin prej juve që keni kaldu një gatishmëri edhe një gjurë për bashkë. Faleminderit ty, jo vish në emën temin, po dhe në emën gjithve këngëtarëve dhe Gjakovës, faleminderit që gjithmonë i ki hap dyrt, edhe emisionit, po edhe komplet radio televizorin Nisteni, se na patëm pak muhabet edhe ma herët tash që gjithmonë radio televizorin Nisteni, me krye me afërditën, gjithmonë i ka hap dyrt, kush ka pas diçka lidhje që u lidh me televizor, si qoftë muzikant, këngëtar, shka do qoftë, ju ka hap dyrt. Kështu që është nder dhe kënaqësi e madhe që gjithë juve, gjithmonë edhe na, jemi të gatshëm gjithmonë marë. Edhe të na i keni dyrt që këtë jetën. Është bajrami parë që unë nuk jam bashkë me Zybane, se me Qumilin, se me të Mojës, se me Shkoklen, kështu që këtë herë kesh përballë dy edave. Edi, unë përdu me falendru gjithë ekipin tem, por një falendrim zakonisht unë ja bëj gjithëve me rënd, këtu po i thom Hajdarit edhe Halimit, faleminderit shumë që qëndrojnë edhe tonikisht, dhe më thonë, edhe ndryqimin gjithë shka që e bojnë mbrapa. Faleminderit që i ka nervat e gjuna me na duru. Për pos ekipit, njëjt kisha dashur që ti, se cilin për grupit me falendru mënyrën tënde. Pa tjetër, faleminderit edhe ty Labi, faleminderit këtë stapit, kështu që për ne o kënder dhe kënaqësi e madhe me të qenë pjesë në mision tonë. Une, po të thëmë, bënu gati, bashkë me orkestrën tënde, bashkë me Gencin, edhe një herë, Sofra Zonave, faleminderit për mikpritjen, për gjithë shka që jepet për Labin, për një kafe me Labin, për me qenë i kompletum kjo emision edhe me qenë i bukur edhe për shikuesit. Kështu që e koha, tani për këto momente, lëshajnë i zonin deri në pikë fundit, muzikë. Feste madhe Ramazani, mirë se erdhe o në këtë jetë, o ta festojmë të gjithë bajramin, dvojmë adetin si s'ka qenë. Feste madhe Ramazani, mirë se erdhe në këtë vend, ta festojmë të gjithë bajramin, dvojmë adetin si s'ka qenë. Besofsh në Pereni, në besofsh në të madhin Zot, besim targu do që jeni, agjerimi let ju gjoj. Në besofsh në Pereni, në besofsh në të madhin Zot, besim targu do që jeni, agjerimi let ju gjoj.
ka Ramazani, këtë din Pleqet ri, kush ka faje dhe gjynahet, shkon e falet në xhami. 30 dit ka Ramazani, këtë din Pleqet ri, o kush ka faje dhe gjynahet, shkon e falet në xhami. Sa të du po s'kam guxim, qitja me voci dru, zemrën ti me mirë ma din, fort ma ke shtrëngu. O sa të du po s'kam guxim, qitja me voci dru, zemrën ti me mirë e din, fort ma ke shtrëngu. O synit por si ma gëmet, mirë shon rezet mu, ma do që zemrën e shkret, plasa tuj qik ju. O synit por si ma gënet, mirë shon rezet mu, ma do që zemrën e shkret, plasa tuj qik ju. Që mora kufirin mojnan, dolan nga Kosova, tani me qit mirë mojnan, se në gyrve shkova. Që mora kufirin e nan, dolan nga Kosova, tani me qit mirë mojnan, se në gyrve shkova. Aman, aman, ej valla moj dera e shpis, tuj më rëzit, ej valla moj shpia e barn, kam lanane me lotu i kjajt. Ej valla moj dera shpis, kam lanane tuj më rëzit, ej valla moj shpia e barn, kam lanane me lotu i kjajt. Tani me qit mirë mojnan, ma bëjsh mu halal, se i kam bushur vitet nana, ndoshta s'me gjen qal. Tani me qit mirë mojnan, ma bëjsh mu halal, se i kam bushur vitet nana, ndoshta s'me gjen qal. Aman, aman, ej valla moj dera e shpis, kam lanane tuj më rëzit, ej valla moj shpia e bardh, kam lanane me lotu i kjajt. Ej valla moj dera shpis, kam lanane tuj më rëzit, ej valla moj shpia e bardh, kam lanane me lotu i kjajt. Se, DJ
t'ja shoh synin e Zeynepit, of aman. Moj zemrosh, moj daglosh, synin si kur rur. Moj zemrosh, moj daglosh, synin si kur rur. Bonëm zot u dhilët e qilit, of aman. Dalerin ma halë qërimit, of aman. Ma halë qërimit të bunari, of aman, aman, aman. Ja shasit vetën e djali, of aman. Je moj zemrosh, moj daglosh, synin si kur rush. Moj zemrosh, moj daglosh, synin si kur rush. Në përshtillat e telefonit, son që të fokën doj, as me afërohi pak, sa zanin y t'joni qoj. Në përshtillat telefonit, son që të fokën doj, as me afërohi pak, sa zanin y t'joni qoj. O faman, a i vetet, dhe në vdik sham këdorna vet. O faman, a i vetet, dhe në vdik sham këdorna vet. A dëgjoni ju presho, dëgjoni çfarë ju them. Nga Maroku isni dorë, se po i verem. A dëgjoni ju presho, dëgjoni çfarë ju them. Nga Maroku isni dorë, se po i verem. O faman, vaj me dhe në vdek sham këdora me. O faman, aj me dhe në vdek sham këdora me. Se më rrin me dur në faqe, shka është të mundu. Se zmo se shmoj, ma në shashe, është të ka hirëno. Ju afrova dhe pyta, emrin si e ka. Me nga dalju, këthy busesha, prap da dush e më tha. Da, oj da dush, ti ma bune zemrën plot. Da, oj da dush, sigur unë s'te do në
dush, ti ma bone zemre prush. Oj ta dush, si kur unë s'te do në kërkush. Oj ta dush, ti ma bone zemre prush. Oj ta dush, si kur unë s'te do në kërkush. Sa kërte të rast me dal, ti me thua nesër, të shkruj letra të shkruj fjall, prap me thua nesër, e kështu u bën sa e sa ti të tash u bën një vit. Hey! Ma von zemrën cegër, kur të shonë në sher, ti gjithmon për zonë që tjetër, mua me thune ser, kjo e nesër mjas po vjen, deri kur me t'prit shpirtim. Ma von zemrën seher, kur të shonë në sher, ti gjithmon për zonë që tjetër, e mua me thune ser, kjo e nesër mjas po vjen, deri kur me t'prit po shpirtim. Sa kërdu me taku, ti me thua nesër, sot me t'pa du, prap me thua nesër, mos me le pa dashurin rini, unë të dua tash e jo plesni. Hey! Ma von zemrën cegër, kur të shonë në sher, ti gjithmon për zonë që tjetër, mua me thune ser, kjo e nesër mjas po vjen, deri kur me t'prit shpirtim. Ma von zemrën seher, kur të shonë në sher, ti gjithmon për çdo që tjetër, e mua me thune ser, kjo e nesër mjas po vjen, deri kur me t'prit po shpirtim. Nuk marrën kjo dashma, pa u t'jeksha mija, lumon shumë për nusen, që ke prute shpia. Nuk marrën kjo dashma, pa u t'jeksha mija, lumon shumë për nusen, që ke prute shpia. Dice darsmeno, e gide valër shuno, e son dhe mos dalo, darsmeno, e gide valër gose, e son dhe mos dalo. Nuk marrën kjo dashma, pa kërcy shosnia, do ta t'jekim vendin, si sot ka shtëpia. Nuk marrën kjo dashma, pa kërcy shosnia, do ta t'jekim vendin, si sot ka shtëpia. E dice darsmeno, e gide valër shuno, e son dhe mos dalo. Dice darsmeno, e gide valër gose, e son dhe mos dalo. Ja salam, ja salam.
tashme no E hidhe balë në shuno E son dhe mos dalo E dize tashme no E hidhe balë në gose E son dhe mos dalo Faleminderit, do artë kitje për juve. Faleminderit shumë, faleminderit shumë Lavi. Pjesën e fundit, kështu klirë për bëj, për liraj. Faleminderit, respekt pa fund, faleminderit. Inshallah për të mira për gëzim jemi. Po du, ka një urim e marrë për se cilit prej orkestrës e pa tjetër se kontributin më të madhin e ka një epë sonte. Kënaqësi, unë thashme ju pas sonte, një urim për gjithë ata pak që janë pjesë e misionit i Kafa Vllavi. Urimet të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen kretë botën, fiter Bajramin, inshallah me shëndet, me gëzime e me kretë mirat. Gëzuar. Faleminderit. Po ashtu edhe une, urime gjithë shikuesve t'juaj festën e fiter Bajramit, inshallah me bërëqet me të natë mirat. Okej. Hajde. Ju urojmë të gjithë teleshikuesve të misionit dhe gjithë shqiptarëve anë mbi botës urime festën e fiter Bajramit. Ju uroj të gjithëve festën me shëndet e fat. Edhe unë po uroj prej këtuhit, po uroj krejt mirat e Zotit, besoj dhe uroj që kena mu pa për të mira. Okej, unë vazhdoj për pos juve të katërve këtu që ju kom pas, atyre dyve atje, i kom edhe taulantin e luminat. Kështu ja fillum, kështu edhe po e përfundojmë këtë natë santme. Uroj, besoj që ju ka pëlqy, po një farë mënyre edhe ju kemi frymëzu për punën edhe dashnin të cilin fakt na jep një gjithmonë. Natë dveçant pata unë, por natë dveçant uroj dhe besoj që keni pas se cili prej juve që keni qëndru bashkë me ne, bashkë me Radio Televizioni Nisëni. Du një falenderim shumë të malë, këtyre dyve që cilet fakti kanë. Sofra e zanave, falenderit për mikpritjen, për komoditetin, për gjithë shka që ma kini jep gjatë kësaj natë që realizu me misionin. Arian, të falenderoj për realizimin, për gjithë shkafin, pjesë kësaj natë të veçantë dhe të bukur, me qaj, me kafe, me qka do që jemi zbashku bashkë me shikuesit, me fatosin, me beratin, me ambin, po me kremin edhe me florin. Falemderit për montajën, për gjithë shkafin, cilin fakt e bën për mrekulli. Edhe një falemderim për këta dytë këto. Ljom, Taulant, falemderit shumë, Pavinit për aromen e kafës, Prishtina Tiketit për mundësin e udhëtimeve në përbot, falemderit për toke Aria Petrolit që është pjesë e pandashme imja.